Një ditë nga jeta në fshat në Shqipëri, si kalojmë kur shkojmë në fshat në Shqipëri. Tani, sot kisha për të nxjerrur të gjitha bataniet jashtë, për të ajrosur në balkon, para se të na zinte shiu, filloi shiu në fund. I mblodhëm vrapi, shkundëm edhe i futëm brenda. Çfarë do bëjmë tani? I ka koha këto, edhe pastaj pasi i rregullova dhomat e gjumit, ndërova çarçafët, i shtrova siç mund të shikoni, me këto mbulesat e bukura që ka mami këtu në fshat. Dhomat e gjumit janë gati, edhe tani do fshi një çik sallonin në të cilën unë zakonisht, jo unë, po mami i fshin me fshesën e korrentit, po nuk ishim drita njerëz në fshat, po. I kemi edhe këto gjëra të shpeshme në Shqipëri. Pastaj ja lava një dy pjata që ishin bërë nga mëngjezi, edhe pasi mbarova edhe me pjatat, e bëra dritë lavamanin siç mund të shikoni, e pastrova. Se pas kush dëgjon mamin. Shkuam në kopër se mami kishte për të përgatitur disa preshë, këto preshët që i patë, edhe të cilat mori dhe java me vete në Greqi. Në Angli unë nuk marri, jo. Nuk do kalojmë edhe presh tani në Angli, u pa puna. Po këtu shikoni që i mblodhen, po i lajnë, po i rregullojnë, po i sistemojnë, po i heqin këto fletrat e prishura që kanë, që të jenë të gatshme. Tani, pas gjithë kësaj dite të lodhshme, e meritojmë edhe neve një kafe, po e meritojmë të ulemi të gjithë së bashku, se lezeti këtë ka në fshat o njerës, lezeti fshatit ky është, të pish një kafe të gjithë së bashku, të ulemi rreth tavolinës edhe të merremi një çik me thashë thëme, e të kalojmë kohë me prindrit. Kafja është gati siç mund të shikoni, e prindrit e pinë në filxhan të vogël, neve në filxhan të madh. Edhe Eva që po mba kafe me një dorë. Ciao.